Kush po vun për Gjelbrim Kosovë? Unë jam Marta e kjo është mendimi jam. Sot edhe I perdheve të kuqe. Allah hilet çka ni të bo. Beton gjithandej. Ai det kam na hi edhe mrena përbes. Ku Gjelbrimi dashtun gjyna me të ardh kur ti shet do pem tybe, javnojnë edhe kanë shtog aty me zor me najt. Sa to vetsrin, s'kan faj. Njetë se hujnë mes betonit. Për shembull, këto ka bot marre me u bë me hapësira gjelbërta. Neve na mungon pun, jo park. S'kim vakt na mushetit. Ai det kam u bë edhe tim tabu përbes. E pse? Se bone pona ja fares një tokë çatë plani për 13 kat veç se është bo. Krejt hapësirat more I keni mush me objekte, nalo një vlazën. Unë s'jum kondër ju me ndërtu qytetin, ama frymën mos na I nalni, lenini pak hapësirë. Se kur mungojnë hapësirat e gjelbërta e u ipet prioritet veç betonizmit, s'ka kush që e filtron asajrin o njerëz. Sa ma shumë hapësira gjelbërta, vynë edhe për aktivitet fizik e mendor. Kush o ka flet për to? Stuvlla merr mush me shumë. Ngonëm, qatë shumë është mush veni sa s'dimo. Plus e keni po sa në gjithë me njona tjetrën, sa lirë del në balkon të këshis edhe rën. Na në vend që me rrit pëm, ma mirë po rrisëm ndërtesa shumë kaqe. Po dhe njeri, sa ma shumë beton, do të ma shumë pare. Money. Kafe në Gjelbrim jo, ama posh banesës po. Me logot madhe, banesa në shitje, logës modern, kualiteti pa po. Amo njerëz, betoni po shkon për pjetë, amo dine që ajrin vesh të poshtë po na I qani. Nuk përfundon jeta tu e mbjell vesh një lule në bar ose 3 saksi në banesë. Po fillon tu I mbjell ma shumë pem e tu I kërku e lobu për këtë sen ma shumë. Ngonëm, tash mundet mos mi u duke dhe interesant. Amo, kur e kuptoni rëndësinë e kësaj që po flas, ndoshta ka më kanë edhe shumë vonë. E deri herën tjetër, hajde të reflektojmë krejt bashkë.